Vetëm gjatë muajit korrik dhe 20 ditët e para të muajit gusht në pikën pagësore në Gostivar kanë kaluar mbi 820.000 automjete. Burime nga drejtoria e punktit pagësor në Gostivar thonë se vetëm brenda 24 orëve mesatarisht kalojnë rreth 2300 deri 2500 automjete. Ardhja e mërgjimtarve, udhtimi për në vizitë turistike, Mavrov, Struk, Ohër, Bregdeti shqiptar dhe organizimet të ndryshme familjare kanë shtuar dukshën numrin e veturave dhe automjeteve të tjera që kanë frekuentuar autostradën Tetov, Gostivar dhe Ana Sjelltës. Vetëm gjatë muajit korrik dhe 20 ditë para muajit gusht, në pikën pagësore në Gostivar kanë kaluar mbi 820.000 automjete. Burime nga drejtoria e punktit pagësor në Gostivar thonë se vetëm brenda 24 orëve mesatarisht kalojnë rreth 2300 deri në 2500 automjete. Me vendim të drejtorisë së agjencive të rrugëve, nga data 14 korrik i vitit të kaluar, çmimi i pikave pagësore rrugore u rrit për 10 denar, me arsyetim se bëhet kthimi i taksës së vjetër rrugore që vlente deri në korrik të vitit 2008. Në rrugën Gostivar Tetov dhe Ana Sjelltës nga 20 denar, me çmimin e ri, taksa rrugore kushton 30 denar. Nga kalkulimi të hyrave financiare, rezulton që pika pagësore në Gostivar kanë inkasuar rreth 3.600.000 denar, ndërsa nga shtrejtimi i çmimit janë inkasuar rreth 750.000 denar më tepër, po aq mjete janë inkasuar edhe në punktin pagësor të Tetovës. Me çmimet e reja në pikën pagësore në Glumov dhe Zhelin, në vend të 30 denarve të deritanishme, do të paguhen nga 40 denar. Në rrugën Tetov Gostivar dhe Ana Sjelltës, taksat rrugore do të kushtojnë 30 denar, kurse në Shkup dhe Miladjinovës 40 denar. Në rrugën Ramanil Miladjinovës do të paguhet nga 60 denar, kurse më të shtrenjta do të jenë pikat pagësore Sopot dhe Otovic prej 80 denarësh për një drejtim. Një fenomen tjetër paraqitet edhe çmimi i përputhur në këmbim valutash. Bëhet fjalë për çmimore të përputhura sa i përket pagesës së të njëjtës nëse pagesa bëhet me euro. Kursi i euros është ngritur ndaj denarit dhe 1 euro llogaritet 40 denar. Duke pasur përballë arsyet e lartë përmendura, edhe muaji gusht pritet të kalon me shifrat e njëjta.